Në sistemin arsimor shqiptar janë mësuesit ata që mbajnë gjallë dashurinë për dijen dhe për fëmijët. Një prej tyre është Anida Hasani, mësuese biokimie me 25 vite përvojë në shkollat nëntëvjeçare të Shkodrës. Për të, këto vite kanë qenë një udhëtim i gjatë me sfidave, përkushtimit dhe dashurisë për profesionin. Është një kënaqësi që unë 25 vjet jam mësuese dhe një lamë që unë e dëshiroj fort. Kam pas shumë sfida, por janë gjëra që kalojnë dhe unë vetëm kam marrë kënaqësi. Për të nxënës të jashtëzakonshëm. Përmes shembujve praktik dhe mënyrave të thjeshta të shpjegimit, ajo arrin ta kthejë lëndën e biokimisë në një orë mësimi të bukur ku fëmijët mësojnë duke zbuluar. Të thënë të drejtën është e vështirë, sepse jo të gjithë nxënësit janë të prirur për shkencat të natyrës. Unë mundohem që të në mënyrat t'ja shpjegoj fëmijëve në mënyrë sa më të lehtë, sa më të bukur, lidhje me natyrën, me çdo gjë që të krijohet sa më e bukur, që ta kuptojnë nxënësit. Kjo ka rëndësi. Puna me fëmijët për të mbetet burimi më i madh i motivimit. Mësuesia është ka kënë ëndra jeme, edhe unë vazhdoj me kënë shumë e dashur me fëmijët. Vetëm e kënaqësia nade kur vi dhe të gjithë më rrokin, mësuesanita është një kënaqësi. Ato më japin tonë energjinë, tonë forcën dhe unë vazhdoj me punu. Vazhdoj dhe do të punoj vazhdimisht për këta fëmijë të mrekullueshëm. Këto janë jeta jeme, fëmijët janë jeta jeme. Anida Hasani me punën e saj tregon se dashuria për arsimin nuk njeh vite, por vazhdon me po atë pasion si në ditën e parë. Kjo është dhe arsyeja që e mban të lidhur me profesionin fisnik të mësuesisë. Ajo mbetet shembull i mësueses që punon me zemër.